ndoshta edhe I keni mësuar disa për juve këto detyra, po tash ndërkohë besoj edhe kemi me u orientu ose kemi me zgjidh pikërisht ato detyra që edhe juve kanë më përshtat. Pra fillimisht I kemi bo si kombinim detyrave, pastaj në ndërkohë më tregoni edhe ju cilat çka keni ushtru, pra cili ka qenë mësimi I fundit që I keni ushtru, gjithashtu edhe me cilët libër. Pra tek ju janë detyra kombinim të Dugaxhinit, të Pegit, të Albasit. Pra a I ka ushtru dikush numrat e plot. Pra numrat racional kemi me lënë për orën tjetër. Numrat e plot çka kanë qenë? Pra numrat e plot kanë qenë të gjitha ata numra -3 -2 kemi drejt, po sigurisht. Po, sigurisht. Apo e shet dorën diku? Pra raise hand ose request. Po, nëse do me provu, nëse janë mundësit, lirisht ngrihet dorën edhe mundemi diskutu edhe po e zgjidhim çet detyrë. Po besoj që nuk është e vështirë, po bili sa do kudo edhe ju ndoshta të familiarizoheni me Discord. Dikush ndoshta edhe ka pas të instaluar, po dikush është hera e parë. Pra mundesh me bësh show request nëse dëshiron, me ngrit dorën edhe me zgjidh bashkë. Ju pres kur do që keni nevojë. Pra numrat e plot I kemi pas -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etj. Pra këto 3 pika këtu tregojnë që ka pafundësisht shumë numra, gjithashtu edhe te kjo pjesa tjetër këtu është pafund shumë numra. Numrat natyror, që këtu po I shkruajmë. Numrat natyror e kemi shënuar me 1, nuk e dia I shënoni ajo, pra numrat natyror kanë qenë prej 1-shit, 2-shit, 3-shit, 4-shit etj. Pra deri në pa kufi. Ndërsa këta numrat e plot I kemi shënuar me një z, pra një z, jo sikur z I zakonshëm, pa pak më ndryshe. Bravo. Çaj vetëm pak. Po. Nëse je gati, edhe unë jam gati. Nëse pra po me u përgjigj, t'lumt. Vetëm hape mikrofonin. Nuk I ka hape ende. Mikrofonin e ketë mbyllën nëse je ty fol. Mirë, kur t'je gati, unë jam këtu. Pra, po dojmë me kry veprimet në lidhjen këtë rast e kemi me mbledhjen. Mirë po, e kemi numrin -4 dhe kemi numrin -1. -4 plus -1, kjo I bjen me mbledh borxhin në këtë rast. Po, bravo. Përshëndetje, që tash jeti unë dëgju. Po. Mirë. Tash të këshyrim edhe dikush tjetër, lumt, vetëm tash që... Po, që në të një vaj? Pra, e kemi kështu, 4 e kemi bërgj, plus, e kemi edhe një bërgj. Pra, në këtë rast në jena ty dasht me mbledh bërgjin. Atëhere, nëse kemi 4 euro bërgj, po themi, hajde që Albanit I kemi bërgj 4 euro, pastaj, sakt pra, është -5. Në qoftë se Albanit I kemi 4 euro bërgj, po I kemi edhe Teutës 1 euro bërgj, atëhere gjithsej I pas kemi 5 euro bërgj. Pra -4 plus -1, krejt kjo është e barabart me -5. Pse po I shkruajmë këto, në këtë rast këtu e kemi -4 plus herë minus, pra e kemi -1, prap kjo -4 -1 shënohet sikur -5. Pse u kthym te këto detyra ose pse ju ushtrojmë? Mos u bëni merak se shpesh habitem. Ndodh edhe unë ndonjëherë me u habit. Pra -4 plus 1 që është e barabartë me -5, plus -1 që është e barabartë me -5, gjithashtu e keni edhe -4 -1 pra që është e barabartë me -5. Tash, te këto detyra tjera, pra e keni ashtu ngjajshëm. Po dojmë i kry veprimet, pra sa është 8 -9?
8 euro I kemi në gjep, 9 euro I kemi borxh, pra I kemi minus 9. Atëherë, sa është dashur me qenë 8 minus 9? Falni. Sakt, pra 8 minus 9 dhe kemi minus 1. Ndërsa nën P, tash mos u ngutni, kemi minus 12 dhe minus 7. Mundi me I lon klapat, mundi me u liru pri klapave. Qysht juve ju përshtatet, qysht e keni ju ma letë. Pra të kjo e kemi minus 12, minus 7. Tash këta ishtë dash me shkru në këtë formë. Minus 12, pra mundi me I liru krejt pri klapave, minus 7. E minus 12 minus 7, mos u ngutni. Pra minus 12 minus 7, në këtë rast e kemi borxh 12 euro, borxh 7 euro, I kemi borxh 19 euro. Pra unë I japi mësim, ndoshta I kanë tregu që unë japi mësim në gjimnaz, pra janë nxënësat në 10 klasë. Ndodh që ka një herë edhe nxënësat mu habit. Nëse ju I pyes, sa bojnë minus 2 minus 3, edhe sa bojnë minus 2 herë minus 3. Pra këto dyja dallojnë. Pse dallojnë? Se te kjo e para, vetëm ka me mbledh borxhi. Pra 2 euro borxh, 3 euro borxh, kripën a bën që është 5 euro borxh. Ndërsa te kjo tjetra këto, I kemi minus herë minus plus, 2 herë 3 I kemi 6, pra po na heke minusat. Të me pas kujdes, nuk guxojmë këtu me thonë minus herë minus, po na bëhet plus, edhe me anulu në këtë rast të minusin. Pra 12 borxh, 7 borxh, krejt na bëhen minus 19. Në C, mos u ngutni, se tash ka pak ma shumë minusa. Qap ju mërmendja? A minus 12, kjo pika për para këtu? Mos u ngutni, lutem, me këto emojit, qysh do që I quni. Edhe pse ja pas ke vendos vetit, po si të shoftë keni kujdes I lutem. Edhe një herë, qapi mërmenja, sa është rezultati këtu? Minus 7, minus 5. Mirë, pra po lirohen për I klapave. Te pjesa e parë, minus 7, e shkruajmë vetëm minus 7. Bravo, pra. Pra tash, te pjesa e parë nuk kemi çka me vepru, ndërsa te kjo pjesa e dytë e kemi minus minus. Pra kur janë vendosur na klapa, duhet me ditë që këtu e kemi edhe një shumëzim. Po nuk po shkruhet. Pra kemi minus minus, në këtë rast na bëhet plus 5, edhe kemi minus 7 plus 5, kemi rezultatin minus 2. 7 I kemi borxh, 5 I kemi në xhep, e rezultati për na del që është e barabartë me minus 2. A isha I qartë në C? Mirë është me I përsërit, pra në 7-ën, gjithashtu edhe në 8-ën klasë keni mi përsërit këto, edhe të 9-ën klasë keni mi përsërit. Janë shumë rëndësi këto veprimet, pra dhe radha veprimeve është më rëndësi. Me ditë kur duhet me vendos klapën, kur duhet me vendos shumëzimin, në vërtet kur duhet me I kry veprimet me klapa, kur me I kry veprimet me shumëzim, me mbledhje, me zbritje e tjerë. Mirë, hajde në që. Sa është dash me qenë 9 minus minus 4? Bravo, pra, 13. Tash pse po kalojmë te plusi, sepse kemi minus herë minus plus. Pra është 9, minus herë minus e kemi plus 4, e
krejt kjo është e barabartë me 13. Pra 9 minus 1 minus plus 9 plus 4, krejt i kemi rezultatin barabartë me 13. Vetëm pak më falni. Mirë. Hajde shkojmë tash me radhë. Kemi kështu. Po besoj tash në shtojmë pak më të lehta. Kemi plus 16 plus 25. Pra kjo është e barabartë me. Mundi mi pranë këtë rast mu liru krejt prej klapave. E kemi vetëm 16 plus 25. Keni kujdes plus edhe plus, pra e keni plus. 16 plus 25 e kemi të barabartë me 41 ose 41. Sakt. Hajde po zgjidhim tjetrën. E kemi minus 18 plus minus 24. Pra kemi me mbledh borxhin. Kemi me mbledh. Pra dhe me pas kujdes. E kemi minus 18 edhe e kemi minus 24. Që pi bjen na duhet me mbledh borxhin. Rezultati sa është dash me qenë? Dikush tjetër? Sakt, pra është minus 42. Në këtë rast të shkryjmë minus 18, pra plus herë minus e kemi minus 24, pra minus 18 minus 24, gjithsej e kemi minus 42 ose 42. Tjetër, kemi minus 19 plus 39, pra me sa është e barabartë kjo? Tash kemi vetëm minus 19 po e shkruajmë, pastaj plus herë plus, pra plus e kemi, edhe është 39. Minus 19 plus 39, me sa është e barabartë? S'ka lidhje, nëse përgjigjet vetëm njoni, prapë dikush tjetër mund më përgjigj, nëse mendoni që është prapë 20, ju shkruani 20, nuk ka lidhje. Mos u ndalni, nëse ka shkruar vetëm njoni edhe tjerët mundin më përgjigj. Pra minus 19 plus 39. 39 i kemi në xhep, 19 i kemi borxh, krejt rezultati për na del që është i barabartë me 20. Mirë, atë që po i marrim këto tjerat, bravo pra. Po i marrim këto tjerat, plus 26 plus minus 30, pra kemi plus herë plus është plus 26, plus herë minus e kemi minus 30, e krejt kjo është e barabartë me sakt, pra është minus 4. Hajde tjetrën, plus 19 plus minus 51, pra plus 19 mundi mu liru për i klapave me shkru vetëm 19, plus herë minus është minus 51, pra 19 minus 51, me qenë se ky ka qenë 19 që më i vogël, sakt pra, nëse 19 që ka qenë më i vogël se 51, që kemi vepruna, s'pari kemi shkru këtë numrin që është më i madh, edhe kemi zbrit me 19. Pra, këtu i kemi pas 19 minus 51, na po e shkrujmë si 51 minus 19, pastaj ai numër që na del, vetëm ja vendosim këtu minusin përpara. Tash 1 pa 9 nuk bën. Vime marrim këtu një borxh të 500.
Kur e marrim këtu një bosh, këtu na mbetet 4, ndërsa te nishi na u bëhet 11. Ka qenë ashtu. Tash 11 minus 9 është 2, edhe kemi 4 minus 1 është 3. Pra kemi minus 32. Tjetër, kemi minus 1 presje 4 plus minus 4 presje 6. Tash, si është dashtë pra me i kry veprimet të këto, këta numra dhjetor mundem me i kthy si numra natyror, ose mundem me i shkru ashtu si janë, edhe vetëm me i mbledh ose me i zbrit. Pra e kemi minus 1 presje 4, plus herë minus është minus 4 presje 6. Qapi mërmendja, sa dhe rezultati qëtu? Pak e vështirë që ka. Mirë, pra kemi me mbledh borxhin. Kemi me mbledh 1.4 edhe plus 4.6. Afër keni qenë, shumë afër. Pra 4 plus 6 është 10. 0 e 1 në mend. 1 plus 1 2, 2 plus 4 6. Mirë po, qa kemi haru? Këtë presjen dhjetore, po pra, dallon minus 60 e në minus 6. Pra keni në këtë rast minus 6, ose shkruni minus 6.0. Qysh do që shkruni ju? Është e sakt mirë, po matematikisht mirë është me shkru vetëm minus 6. Pra këta presjet 0 nuk kemi nevoj. Sham kërë shohim numrin 2, nuk themi që kjo është 2.00, apo po themi që është vetëm numri 2. Edhe të kjo, pra kemi pas me mbledh borxhin. Diku kemi pas borxh 1,40 €, diku kemi pas borxh 4,60 €, pra totalin borxh që e kemi është 6 €. Deri këtu a keni pyetje? Mirë. Nëse keni nevoj për orën tjetër mi ju shpjegu ndër një mësim caktum, më tregoni paraprakisht. Pra, për të ejtën që kemi, ju lutem tregoni nesër nëse po dëni mi ushtru ndër një mësim caktum në mënyrë që ta përgatiti unë mësimin edhe ma ndej me ushtru. Nëse jo, kemi me vazhdu tek numrat racional. Pra, vetëm për ju tregoj çka kemi si plan na me ushtru. Mirë, na kam bet pra dhe shto 3 me i zgjidh. Po i zgjidhim shto. Minus 35 plus 59. Kjo është e barabart me, pra minus 35, tash plus edhe plus e kemi plus 59, kjo është e barabart me, pra sa ishtë dash me da rezultati këtu? Lumt, është plus 24, sepse këtë numrin 59 e kemi më të madh, ka gjasa që dikush mirë, ndoshta edhe i keni mësuar atë formë ju. Çfarë sheje ka numri më i madh e ka plus, pra e vendosim këtu plusin ose nuk e vendosim këtë rast hiç, edhe i zbresim 59 minus 35, pra kemi numrin 24. Hajde që po shkruajmë edhe çta, edhe në fund po e lojmë këta me presje dhjetore, pra minus 27 plus minus 54. Mos u ngotni. Hajde që po lirohen prej kllapave, pra kemi minus 27 plus edhe minus e kemi minus 54, pra i pas kemi borxh 27 € dhe 54 €. Sa po u dashka mu shkru, pra kemi me mbledh borxhin, edhe pak gati jeni kon, gati. Shumë afër jeni.
54 plus 27. Pra kemi me mbledh borxhin. Apo ndëgjohet mirë? Ma konfirmoni lutem apo ndëgjohet mirë? Okej. Pra 54 plus 27, 4 plus 7 e kemi 11, 1 men, 80. Mirë, po nuk e kemi 54 plus 27, e kemi minus 27 minus 54, pra kemi me mbledh borxhin. Prandaj këta duhet me shkru sikur minus 81. Keni kujdes, dallon shumë 81 dhe minus 81. Pra kishit pas qef me i pas 81 euro, a me i pas borxh 81 euro. Po besoj që kishin pas qef me i pas 81 euro, jo me i pas borxh. Mirë, edhe të fundit, me këto, pra kemi minus 4.5 plus 3/7. Po besoj që këtu ka qenë plus, na po e vendosim ashtu. Pra plusin po e vendosim. Pra e kemi minus 4.5 plus 3/7. Tash, mirë, që kjo ndoshta është pak më e vështirë, që këta pju ndihmojnë. Tash, me qenë se këtu minus 4.5 është numër më i madh, ndoshta plus 3.7 është numër më i vogël. Atëherë, këtu po e vendosim shenjën, pra minus 4.5, po, numri plota, ka më na dalë me presje dhjetore valla. Tash u kallzoj pse na del me presje dhjetore. Çe kështu? Hajde ta bëjmë me euro. Bravo, pra, minus 0.8 është, minus 0.8. Pra me euro, në qoftë se i kishim pas borxh 4 euro gjys. Po i kemi në gjep 3 euro 70 cent. Atëherë çka thojmë? Që po t'i japi 3 euro 70 cent edhe sa po të mbes borxhin, pra edhe po të mbes borxh 80 cent, është ashtu ose 0.8. Po si çdash këta me shkru në mënyrë aritmetike, pra e kemi kështu. Tash 4.5 minus 3/7. 5 pa 7 nuk bën. Vime marrim këtu një borxh, këtu na bëhet 3, ndërsa këtu e kemi 15. 15 pa 7 është 8, edhe kemi 3 pa 3, 0. Po keni kujdes, pra kemi presjen dhjetore, pikrisht ku është presja dhjetore, këtu duhet me vendosë edhe na, pra kemi 0.8. 4.5 minus 3.7 është 0.8. Po rasti janë është minus 4.5 plus 3.7, pra kemi shënu shenjën, shenja cila është më i madh për këtyre dy numrave, edhe rezultati është me 0.8. I lumt. Mirë, deri këtu, a keni ndonjë pyetje? Mirë. Që kështu, çta po e lojmë? Mirë, kthehemi prapë te kjo detyrë, po duhet që detyrë me zgjidh. Edhe po duhet dikush për juve me më ndihmu qysh me zgjidh se detyrë. Sigurisht, nëse keni dëshirë, prapë ju pres. Me hap mikrofonin, kushdo që mundet, që keni mundësi pra, se ndoshta dikush edhe nuk mundet, si të qoftë. Ju që mundeni, po ju pres, hapeni mikrofonin edhe dëna me diskutu që detyrë. Po thot, në boshtin numerik janë shënuar numrat x, y edhe z. Pra x i për bjen që është 1, y i për bjen që është e barabartë me 5, edhe z-ja qenë ka me minus 4. Tash, në këtë bosht po dojmë me shënu sa është x plus 1, sa është y plus minus 3, edhe sa është z plus minus 4. A është gati dikush? Qapi mërmendja. Nëse mundesh me hap mikrofonin, lirisht hape edhe po e diskutojmë. Pra po dojmë e gjetë sa është x plus 1, po dojmë e gjetë sa është y minus 3, edhe po dojmë e gjetë sa është z plus minus 4.
mos u bëni merak. Pra, sa po I bjen me qenë x plus nishi? Nëse x është 1, atëherë x plus nishi qenë ka barabart me 2. Edhe kjo po thush që është 2a, të lumt. Pra, qa kemi tjetër këtu të y plus minus 3-shi. Pra, në vend të y tash e kemi 5, do të më shkruaj 5 plus minus 3. Pra që është plus e minus minus, e shkruajmë 5 minus 3, pra rezultati që është 2. Pra dikush për juve e ka shkruar mirë rezultatin. Edhe një tjetër e kemi. Që ka përshijet që është bo me teknologji. Mirë, te z plus minus 4, pra në vend z e kemi minus 4, pra është minus 4 plus minus 4. Tash, minus 4 plus minus 4, pra kemi 4 euro bërgj plus 4 euro bërgj, që pi bjen gjithsej këtu I kemi, atë që mundi me shkru minus 4, që është e barabart me minus 8. A jam I qartë, dhe I këto. Pra kemi pas me zavendësu cila është x-i, edhe kemi shkru si x plus 1, pas ta y kemi zavendësu 5, pra 5 plus minus 3, edhe z e kemi pas minus 4, pra kemi pas minus 4 plus minus 4, vjedhimisht është e barabart me minus 8. Mirë. Që po kthehemi prapë te detyra tjera. Hajde në no. Sa është rezultati? Pra kemi plus 7, plus minus 3, pra është kemi 7 plus e minus 3, atër 7 minus 3 kemi të barabart me 4. Në b, kemi minus 4 plus 15, pra mundimi me shkru minus 4 plus 15, e minus 4 plus 15, nësa është e barabart? Sakt. është 11, sepse tash këtë rast mundi me shkru 15 minus 4, atëherë 15 minus 4 është e barabart me 11. Pra çka është një rregull tek numrat natyror, tek plusi vlen vetia komutative. Mirë se po shkruhet si plus minus, pra nuk është dash me shkru kështu. Pra vlen vetia komutative, komutativ. Pra çka është kjo komutativ? Mundet me u ndru vendet. 2 plus 3 është njëjtë sikur 3 plus 2. Pra këtyve dyjave mundet me u ndru vendet. Edhe në këtë rast, këtu e kemi plusin, pra këta mundet me shkru sikur 15 plus minus 4, pra pi u ndrojmë vendet këtyve dyjave. Mirë, ndoshta jo në qëtë formë, po që kështu, qëta po e voj me ngjyrë të kaltërt. Pra tash këtu e kemi shkru me ngjyrë të kaltërt, këta e kemi shkru me ngjyrë të gjelbërt. Pra i kemi ndru vendet. Ky plusi nuk ka ndryshu. Pra plusi nuk ndryshon. Pra po themi për plusin vlen vetia komutative, vlen vetia ndrimit vendeve. Edhe tash këta mundem me shkru sikur 15 minus 4, e kjo është e barabart me 11. Pra sikur minus 4 plus 15, sikur 15 minus 4, kjo është e njëjta, pra rezultatin e kemi 11. C, a kemi edhe ko, edhe pak kemi. Mirë, këto qenë kanë me presje dhetore. Shta shikoj këtu ndër një detyrë tjetër, që ta provojmë një thys. Apo më ndihmon dikush me provu që të thys sa bojnë plus 5 të plota e 2 të 14 minus 3 të plota e 5 të 21. Apo më ndihmon dikush, po ju pres.
që ky numri plus 5 të plota 2 të 14, ndryshe quhet edhe numër i përzier. Pra këta e kemi numër të përzier. Ky numri 5 këtu ndryshe quhet edhe 5 të plotat e 2 të 14. Tash këtë numrin e përzier do të me kthy në thys të parregullt. Thysa parregullt ka qenë në qoftë se numëruesi është më i madh se emëruesi. Pra 3 të dytat është thys e parregullt, ndërsa 2 të tretat është thys e rregullt. Ka qenë ashtu. Si e llogaritim çta 5 të plota e 2 të 14. Pra me sa është e barabartë. Të 2 të 14. Okej, 5 herë 4 20, 5 20 po 72, sakt pra. Kemi kështu, 14 duhet me shumëzu 5-in, pastaj duhet me mbledh 2-shin. Edhe te kjo, 21 duhet me shumëzu 3-shin, pastaj me mbledh për 5. Kështu i kemi llogarit këto. Kemi 14 herë 20, pra qenë ka 70, plus 2 është 72 të 14, pra këtu e kemi një plus për para, ndërsa minus herë minus në bëhet pra plus. Kemi tash kjo, qapi mërmendja, sa në bëhet kjo? Gjashtët e 8 të 21 në rregull. Pra e kemi pas kështu 21 herë 3, kemi 63 plus 5 është 68 të 21. Qysh i kemi mbledh dy thysa, ose i kthejmë të dy thysat me emërus të njëjtë, ose më vërtet ose mundim me gjetë me SHVP. Të dyja rastet në këtë rast duhet me gjetë SHVP. Si e kemi gjetë SHVP, pra për 14 dhe për 21, duhet me gjetë një numër që i pjeston njërin për këtyre dyve. Pra do të mi pjestu me numrat e thjesht, me 2-shin, me 3-shin, me 5-shin, me 7-shin, me 11-shin, e kështu me radhë. Pra me numrat thjesht do të me pjestu. Spari po pjestoj me numrin 2. Pra kemi 7 edhe kemi 21. Tash me cilin numër po ju mërmeja që ish dash me pjestu? Me 2 që tash nuk mundimi mësës as 7 që as 21 nuk pjestohet. Mundimi me 7, po mundimi edhe me 3. Pra nëse pjestoj me 3, 3 pjestu për 7 nuk ban, po e përshkrujmë 7-qin, po të 21 mundimi me pjestu me 3. Pra kur pjestoj me 3, e kemi 7, po pjestojmë tash me një 7 e kemi 1. Pra kur kam na dalë këtu krit nisha, atëherë themi që kemi gjetë SHVP. Tash këtu kemi 2 plus 3, 5, 5 plus 7 e kemi 12. Pra SHVP-ja qenë ka 12. A është sakt? Mos u ngut. Nuk guxoj me i mbledh këto. Rregulli është që duhet me i shumëzu. Kemi 2 herë 3 herë 7. Pra kemi 2 herë 3 6, 6 herë 7 kemi 42. Shumëfishi më i vogël i përbashkët i këtyre është numri 42. Pra, hajde që ti gjejmë cilët janë shumëfishat e numrit 14. Pra shumëfishat e numrit 14, 14 plus 14 e kemi 28, plus 14 e kemi 42, plus 14 e kemi 56, plus 14 e kemi 70, plus 14 e kemi 84, plus 14 e kemi 98, plus 14 e kemi 112. Pra ka hala, s'po i shkrujmë. Këshim ditë me gjithë cilët janë shumëfishat e 21-shit. Pra e kemi 21-shin, pastaj e kemi plus 21 bëjnë 42, plus 21 e kemi 63, plus 21 e kemi 84, plus 21 e kemi 105, plus 21 e kemi 126, qëtu nëse i këshim shtu edhe një 12 që kështu.
Pra, qëtu në që se shtojmë edhe një, jo 12, për një 14, qëtu që ka 126 edhe këtu 126. Apo mundim me pa tash që shumë fishat përbashkt është 42, pastaj është 84, po është edhe 126. Shumë fishat përbashkët është 42 ose 42, është 84, është edhe 126. Po neve po na nevojitet cili është më i vogli. Prandaj më i vogli qenë ka 42 ose 42. Pra SHVP-ja qenë ka numri 42. E shkrymë këtu numrin 42. 14 e 42, sa shkon? Shkon 3 herë, kemi herë 3, edhe 21 e 42 shkon 2 herë. Pra tash kemi shumëzu 72 herë 3, 3 herë 2 kemi 6, 3 herë 7 kemi 21, pastaj 2 herë 8 kemi 16, 6 e njën mend, 2 herë 6, 12 dhe një 13, po na det 346, 562, a jena habit na diqka? Jo bre. Apo e shikon edhe një herë se besoj që kështu është rezultati. A ka mujtë edhe dikush tjetër me e zgjidh? Pra 266 plus 6, 12, kemi 2 e njën mend, 1 plus 1, 2 plus 3, 5, edhe 2 plus 1, 3. Pra është 352, thy për 42 ose 22, ta shtu mundin e pjestu me një dësh, pra dyshit e 3 që shkon një herë, dyshit e 15 që shkon 7 herë, dyshit e 12 që shkon 6 herë, këtu e kemi 21. Mirë. Po besoj që në rregull është deri këtu, si do qoftë mundim edhe na me habit. Por mirësojmë gabimet tona, nuk është problem.